Po si e hedh mishin, pas skuqur unë gjithmonë e skuq misin. Kush e thot? Vera. Nuk shumë edhe mirë nga sy, tani ka mosha këto Vera, që të bëjmë. E tani, po si e hedh mishin, e marr me dorë, edhe hedh buk, kështu e hedh mishin. Pyetja e saktë do ishte që pse nuk e skuq mishin kur bën supë, dhe të përgjigjesh, a do siç po të përgjigjem tani, e qetë. Nuk e skuq mishin për supë, se supën ndaj e bëje, që të jetë diçka e lehtë, se në qoftë se mishi skuqet, bëhet shumë i rëndë, për stomakun, për çdo gjë. Edhe sidomos duhet ta dini këtë që suprat kur bën edhe në spitale ashtu përse t'japin supë të zier, se duhet ta përballojë trupi. Ndaj edhe për supë nuk e skuq mishin. Jemi si jemi me grip, nuk ka rëndësi, është supë me perime, e hedh mishin ashtu edhe e ziej. Pa diskutim që mund ta skuqësh, po. Mund ta skuqësh, po bëhet më e rëndë gjëlla. Bëhet shumë e rëndë kur është e skuqur edhe nuk e mash stomakun. Nejse tani, e drejta ime edhe drejta jote. Mund të më thoshje që arsyen. Jo, po si e hedh ashtu, ja ashtu e hedh. Edhe mbaroi muhabeti. Pa le një tjetër. Pushomoj, ti dali se po flas. Pa le një tjetër pastaj që thoshte nga le që nuk e ka skuqur, po dhe nuk e ka larë. Atë muhabet nuk o ta hap tani, se do filloj të qaj. Nga qepët, jo nga muhabeti, jo. I ka tani të kaloni një ditë të mbarë dhe të bukur. Ciao, ciao.